Rritja e çmimit të naftës ka bërë që të rriten edhe biletat e udhëtimit. Konkretisht sot, për të shkuar nga Korça në Tiranë, qytetarët duhet të paguajnë një bilet prej 800 lekësh nga 700 lekë që ka qenë më parë. Sipas kryetarit të shoqatës autobusëve, çmimi i biletës është i përcaktuar sipas kilometrave me vendim qeverie dhe konkretisht për rrugën Korçë-Tiranë është 785 lekë, por për të pasur më shumë klient, ky çmim mbahej në vlerën e 700 lekëve. Tashmë me rritjen e çmimit të naftës, ashtu si çmimet e tjera, u rrit edhe çmimi i udhëtimit. Në bazë të tarifave që ka vendosur Këshilli i Ministrave, në bazë kilometrave i bie 7.850 lekë. A ishte 7.000 çmimi përpara? Po ne kemi ulur për të tërhequr klientët. Se vendosët ta ngrini tani? Po se u rrit edhe nafta. Prandaj vendosëm ta ngrejmë. Ka ndikuar kjo në udhëtarët? Ka punë mjaftueshëm? Po mjaftueshëm nuk ka punë sepse punojnë edhe veturat pa licencë. Edhe fugonat pa licencë punojnë dhe puna ka rënë. Qytetarët nga ana tjetër tregojnë se rritja e çmimit është e papërballueshme, duke kërkuar edhe ndërhyrjen e qeverisë për uljen e çmimit të naftës. Ne ca marrim pak edhe ca rriten këto kostot edhe kështu që nuk e përballojmë dot. Po e është hitur bileta e autobusit, të që ilaçet të paguaj unë, apo biletën e autobusit që është rritur. Zgjidhja është që shteti, si tërë këto vendet që kemi kufi, të ullë një farë takse, që të ullet nafta, se kështu nuk i përballojmë dot. Në këto kushte drejt Tiranës tashmë po udhëtojnë më pak qytetar. Kjo duket edhe pranë terminalit autobusëve në Korçë, ku mjetet nisin udhëtimin me shumë pak udhëtar.